Pa i ndryshu 5 gjëra në jetë, nuk kemi ndryshim të plot. Ndryshimi i plot i një njeriu bëhet kur ai ndryshon 5 gjëra në personalitetin e tij. E para është duhet me ndru bindjet, duhet me avancu bindjet. E dyta është njeriu duhet me i ndryshu preokupimet. Çka të preokupon ty? Çka zihet brenda teje? Preokupimet flasin shumë për njerëz. E treta është aftësitë me i zhvillu. Çdo njeri Zoti i ka dhënë përparësi dhe ato duhet me i zhvillu. Ka dallim shumë të madh me avancu një përparësi që ta ka fol Zoti, edhe me avancu një përparësi që ti nuk e ke pas në natyrshmërinë tënde. Me avancu një përparësi që ta ka dhënë Zoti, pak me punu arrim shumë, ndërsa atë që se ki duhet me punu shumë për me arrit. Prandaj njerëzit gjithmonë duhet me këshyrë cilat janë përparësitë e tyne, edhe në ato me punu sepse në ato arrihet shpejt. E katërta, raportet me i përmisu, raportet ndërnjerëzore, mënyra e komunikimit, muhabeti, mënyra që spajtohemi është jashtëzakonisht, raportet janë gjithçka në jetë, edhe shëmbëltyrat. Kush janë modelet e shoqënisë? Kur ti fol me një fëmijë dhe i thu si kush ki qef mu bo këtën, ose edhe me një të rritën, si kush aspiron mu bo, a kjo e determinon, ndryshimin. Qëto janë 5 gjanat thelbësore që e determinojnë një ndryshim, substancial, një ndryshim i thellë, i madh.